Të nderuar të pranishëm, dashamir të librit, zonja dhe zotrin, jemi mbledhur sot në festë të librit në këtë ambient të bukur të rektoratit të Universitetit Isa Boletini, këtu në Mitrovic, për të përuruar librin Zëri që kur nuk ushua, Feta Batiri përballë trashëgimisë së tij, e autores Hyrte Jeci Murati. Është një roman që i dedikohet një njeriu tonë në Mërgat, i cili pavarësisht rrethanave të migrimit, e ka marrë edhe një pjesë të Kosovës me vete, të cilën e ka ruajtur, është kujdesur për të, e ka kontribuar fort për të. Është profesor Feta Batiri, të cilin e kemi këtu, dhe ju ftoj për duar trukitje për të dhe për figurën e tij. Profesor Feta Batiri është një urë mes brezave, një shembull i integritetit dhe i përkushtimit ndaj kombit dhe njerëzimit. Në këtë kuptim, jeta dhe vepra e tij qëndrojnë vërtet si një zë që kur nuk shuhet, sepse është një jetë mes të kaluarës dhe të tashmes, mes kujtesës dhe veprimit, duke dëshmuar se identiteti nuk humbet kur njeriu largohet nga vendlinja, por përkundrazi thellohet dhe merr forma të reja shprehjeje. Trashëgimia e tij qëndron në nxënësit që ka edukuar, në shkrimet dhe përkthimet që ka bërë, dhe në komunitetin që ka ndihmuar të rritet dhe të integrohet jashtë adheut. Një vështrim dhe analizë të librit të Hyrte Jecit e kanë bërë edhe panelistët që kemi këtu, që janë redaktor, recenzent dhe publicist, dhe ne do të dëgjojmë fjalët e tyre. E si për ta filluar këtë, e ftojmë profesor Adem Zejnullahun, i cili do t'i thot disa fjalë për librin. Profesor, fjala është për ju. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar të pranishëm, çdo promovim librash është një ngjarje e rëndësishme kulturore. Ky promovim i sotëm është tetë i rëndësishëm. Ne kemi të bëjmë me një personalitet të shquar të etnokulturës sonë, siç është Feta Batiri, dhe dy, kemi të bëjmë me një autore të dalluar të letrave shqipe. Feta Batiri është njëri ndër intelektualët e shquar shqiptar që jetoi dhe veproi në Kosovë dhe në Suedinë e Largët. Ai në letrat shqipe njihet si poet, kritik, eseist, publicist, përkthyes, mbledhës, kultivues dhe studiues i traditës sonë kulturore, por mbi të gjitha është adhëtar i devotshëm për çlimin dhe shtetësinë e Kosovës. Fetahu, në fushën e artit e të letërsisë nga gjurmë pa shlyera, se ai njihet si krijues i dalluar letrar, poet, mbledhës i thesarit, popullor, studiues dhe hartues i veprave me karakter mësim dhënje dhe mësim nxënje për nxënësit shqiptar në diasporë dhe më gjerë. Do të theksuar se me krijimtarinë letrare ka filluar të merret qysh në moshë të re. Pozite për ora i botoj në për gazeta e revista të ndryshme letrare që dilnin në atë kohë në Kosovë dhe në Maqedoni. Ishte njëri ndër themeluesit e parë të klubit letrar Trepqa të minatorëve në Mitrovic, i cili zhvilloi një aktivitet të ndjeshëm në Kosovë dhe më gjerë. Feta Batiri deri me tash ka shkruar dhe botuar një numër të konsiderueshëm veprash të ndryshme.
Të nderuar të pranishëm, veprën që po promovojmë sot, zëri që kur nuk u shua, e hyrë të recit, e dedikohet e tëra jetës dhe veprimtarisë jetësore, atletare dhe kulturore të fetohut, të zhvilluar në Kosovë dhe në Suedinë e largët. Kjo vepër po të vështrohet mirë nga rrafshi kuptimor, analitik, gnosologjik, stëndërtues, informativ dhe artistik, shihet qartë se përka struktura ngjason me tipin e romanit të personazhit, por të trajtuar në mënyrë artistike shtjellimin e ngjarjeve që ndërlidhen me të gjitha ngjarjet dhe të bomat e fetohut, kapin dimensione të gjëra të thella kohore, hapësirore në Kosovë dhe në Suedi. Do të theksuar se kjo vepër pjesë shquhet edhe përka përshkrimet publicistike, por të trajtuara dhe të shtjelluara në mënyrë të jetë artistike. Vepra, zëri që kur nuk u shua, shikur nga rrafshi teoriko-shkencor, lirshëm mund thuhet se është një vepër e veçantë, autobiografike, në të cilën brenda trupzohen shumë dramca jetësore të krye personazhit dhe të personazheve të tjera që ndërlidhen me veprimtarinë e fetohut, duke rrëfyer e trajtuar në hollësi ato në mënyrë artistike nga autoria, gjë që mund të quhet edhe monografi e mirë fillt, nga se si përka kompozicioni, ashtu dhe përka struktura tekstore i plotëson të gjitha kriteret shkencore. Vepra fillon me të dhënat e përgjithshme për gjenologjinë e detajzuar të familjes Svetahi, gjatë rrjedhave jetësore historike, duke filluar nga i pari i kësaj familje, Islam Kabashi, rrugtimin e disa gjeneratave deri te Bahtiri, stërgjyshi i personazhit kryesor, duke i ndruar disa vendbanime të ndryshme deri në fshatin e tanishëm Lisit, ku jetojnë dhe sot dhe veprojnë familja e Bahtirit. Në secilën pjesë të veprës jepen shënimet e nevojshme për jetën dhe veprimtarinë e anëtarëve të familjes, duke filluar nga babai, Ramadani e nëna Sofia, me shumë anëtarë të tjerë të kësaj familje të njohur jo vetëm në fshatin ku banoni, por edhe më gjerë në rrethina. Në këtë vepër autobiografike për fetohun, një vend të jetë rëndësishëm za autorja e librit, Hyrë të Reci, e cila e ka shtjelluar dhe trajtuar veprën në mënyrë të jetë dinitoze, me një përkushtim dhe profesionalizëm të theksuar. Vepra vazhdon me të dhënat lidhur me shkollimin dhe ngritjen e profesionale të krye personazhit fetohut, duke filluar që nga mësimet fillestare deri te ato akademike. Shoqet, mësimdhënësit dhe mësimdhënësit e tij, të cilët atë botë ishin figura të shquara në Kosovë dhe më gjerë, të nderuar të pranishëm. Me këtë rast do të them se me dhembjeve tona është dhe do të jetë drama më e rëndë kombëtare, për të cilën është kënduar edhe në periudhat paraliterare, shkruajnë edhe sot ata që jetojnë jashtë dhe ne që jetojmë në veprat tona. Është letërsia e dhembjes, e vujtjes, e trishtimit për shkaqe të ndarjes së prindve prej farefisit, prej vendlindjes, prej atdhev, por është edhe letërsia e lektisjes për bashkimin e të ndarëve në për meridianet të botës. Mergimi, si plagë e rëndë kombëtare, po vazhdon pa ndërprerë, që nga kohrat e hershme edhe tani, sikur valet e detit, herë më të vogla e herë më të furishme, varësisht nga koha dhe hënat që po e kushtzojnë. Madje edhe me ato ku miza bren hekur, ku hëna me draprin e saj mundohet t'ja nxjerrë syt diellit. Këtë vujtje, zhgënim e katandisje të rëndë të mërgjimtarëve tanë e vrejten edhe studiosit e huaj, hani, shkroj, të gjithë ata që rënojnë, ndërtojnë, sharrojnë, djegin qymyrë në Turqinë evropiane dhe në Greqi janë shqiptarë. Gjatë rrjedhave historike kemi patur mërgjim ushtarak, mërgjim ekonomik dhe mërgjim politik. Të tri këto dukuri janë tri dramat rënda për mërgjimtarin shqiptar,
dhe për familjet e tyre, që marrin rrugën e mërgimit në për meridianet të ndryshme të botës, duke u ballafaquar me vetveten, me jetën dhe me të tjerët. Kështu, edhe Fetahu, në vitet e 90 detyrua pa dëshirën e tij të emergojnë në familjen e Suedi, atje ku edhe sot jeton dhe vepron pandalo. Do theksuar se Fetahu për shka të aktivitetet të tij të atë dhe dashës ishte i detyruar të alshoj atë dhemë, sepse nga regjimi serbom madh rrezikoi për të burgosur dhe për të zhdukur. Por Fetahu edhe në Suedi me sukses u inkuadrua në një shoqëri të re ku nuk ishte fare e lehtë, por në saj të aftësisë së tij arriti së shpejti të fitojë respektin e kolegëve suedez, por edhe komunitetit shqiptar në mërgim. Ai u bë shembull i respektit për kulturën dhe ligjin suedez, duke mos lënë anash as etnokulturën tonë. Pra, do theksuar se edhe në Suedi Fetahu zhvilloi një aktivitet të vrrullshëm në shumë fusha të jetës. Ai kontribuoi me të madhe në aspektin kombëtar, arsimor, kulturor, duke hapur shkolla shqipe, hartuar programe, libra për mësim nxënje të nxënësve shqiptar. Ndaj, për kontributin e tij të madh në shumë aspekte të jetës arsimore, kulturore, shkencore, botuese gjatë jetës mori edhe dhjetra mirënjohje, dekorata, lavdrime të shumta nga Kosova, Shqipëria dhe Suedia. Do thënë, jeta dhe puna e këtij personaliteti të shquar mbetet një shembull i përkushtimit, i sakrificës dhe reflektimit të gjenerata të reja. Ai, në sajet e urtisë, gjeturisë dhe mençurisë së tij, arriti të njohtohet dhe të njësoj mendimet dhe të veproj edhe me shumë figura të shquara kombëtare, ndërkombëtare, siç ishte Anton Gjeta dhe Uljan Kthik e shumë të tjerë. Në fund, mendoj se për të kuptuar sa më mirë veprimtarinë e gjithanshme të Feta Batirit, në gjerësi e thellësi, si prind, mesindhënës, udhëheqës, avdedashës, poet, romancer, studiues, përkthyes, ulëmtues, humanist, blez dhe botues i etnokulturës son, duhet lexuar veprën Zëri që kur nuk u shuhet të hyrë të recit. Ndaj, botimi i kësaj vepre i bën derë të madh autores, Fetahu, familjes, shoqërisë dhe kombit ton në tërësi. Ju faleminderit për këtë. Shumë faleminderit, profesor doktor Adem Zeinullahu. Profesor Feta Batiri, gjatë jetës dhe veprimtarisë së tij, ka pasur sigurisht bashkëpunëtor të shumë me të cilët i kanë dalë idealet dhe objektivat që kanë pasur për radheun e tyre. Një ndër bashkëpunëtorët më të afërt e më kohë më të gjatë të profesor Batirit është edhe zotri Hysen Ibrahimi, kryetar i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albani. Zotri Hysen Ibrahimi, po ju aliroj mikrofonin. Faleminderit Dona. Të nderuar të pranishëm, e nderuara autore veprës, Hyrdeci Murati, respekt, krye personazh i kësaj vepre, profesori im i dashur, profesor Feta Batiri, profesor Adem Zeinullahu, Dona, dua të shfrytëzoj rastin të përshëndes Anton Derit, të cilët e kemi sot të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albani, duke filluar nga Magjister Fadil Geci. Pastaj kemi anëtarë të kryesisë Ilaz Pahiu, Shaban Gashi, veprimtar njëri ndër themeluesit të shoqatës së shkrimtarëve. Pastaj Bedri Tahiri, profesor Muhamet Ibrahimi, Mursel Shkupolli, arkëtar i shoqatës së shkrimtarëve. Pastaj kemi Tahir Saliun, një veprimtar dhe mbështetës i Joni, Adem Ahmeti, anëtar i kryesisë, Miftar Murtez Miftari, Lulzim Baruti dhe të tjerë, dhe juve të gjithëve për pjesëmarrjen, respekt, falënderit shumë. Po filloj me recensën, të cilën e kam përgatitur rreth veprës. E kam titulluar: nga pikpamja letrare, autorja Hyrdeci ndërton një monografi që të kalon kufit e një rrëfimi të thjeshtë biografik, duke arritur të krijojë një model frymëzues
për lexuesin. Përmes një qasjeje të ndërtuar midis analizës dhe rrëfimit, ajo arrin që të pasqyrojë në mënyrë të plotë jetën, krijimtarinë dhe vizionin e një figurë të shquar siç është profesor Fetabatiri, si një dokumentim i jetës së tij, por edhe si një udhërrëfyes me vlera edukative arsimore për brezat të cilët do të vinë pas nesh. Libri i autores Hyrteci Murati, i titulluar Zëri që kur nuk po shua, është i përkushtuar figurës së njohur tani me profesor Fetabatirit, që përbën një kontribut të rëndësishëm në pasqyrimin e personaliteteve që kanë ndikuar në kulturën dhe arsimin shqiptar, veçanërisht në rrethona të vështira historike të popullit tonë shqiptar. Vepra shquhet për qasjen e saj të ndërtuar midis dokumentarës dhe rrëfimit personal, duke e kompletuar figurën e protagonistit apo kryepersonazhit të profesor Fetabatirit, duke e kompletuar sepse këndvështrimi i një intelektuali siç është gazetarja jonë Hyrteci ja ka arritur qëllimet dhe me të drejtë e ka shkruar këtë vepër. Që në hyrje të librit, autorja vendos një ton vlerësues dhe reflektiv, duke e përkufizuar profesor Fetabatirin si një ndër ata individ që nuk matën thjesht me vitet e jetës, por me thellësinë e ndikimit të tyre në shoqëri dhe mjedisin ku ka jetuar dhe vepruar. Ai paraqitet si një ndër figurat shumë planëshe, mësues, shkrimtar, përkthyes, humanist, i cili ka lënë gjuhën të qëndrueshme në çdo etapë të jetës, si në vendlindje, po ashtu edhe në mbargat, veçanërisht tani në Suedi. Një element i rëndësishëm i trajtuar në veprën e Hyrtecit është përkatësia e tij gjeografike dhe shpirtërore. Si qytetari i Mitrovicës dhe më pas emigrant në Suedi për shkak të represionit serb në vitet 80 dhe 90, figura e tij e profesor Fetabatirit, e kemi fjalën, ndërtohet në dy plane, atë të vendlindjes dhe atë të mërgimit. Nga fizike, nuk e ka shkëputur asnjëherë nga Kosova në aspektin emocional dhe intelektual profesor Fetabatirin. Kjo krijon motivin e jetës midis dy botave, një temë që përshkon narrativen dhe i jep veprës dimension universal. Në planin tematik, libri përqendrohet në përkushtimin e pandërprerë të profesor Fetabatirit ndaj arsimit dhe atdheut, që e ka dashur dhe don shumë. Edhe përballë pengesave politike dhe përsekutimit, ai nuk e ndërpreu misionin e tij edukativo arsimor asnjëherë. Si drejtor i shkollës Veljko Banashevich, tani sot Bedrigjinaj në Mitrovicë, ai u përball me sfida të shumta, duke u shpallur padrejtisht armik i shtetit jugosllav. Kjo përvojë e vendos figurën e tij në kontekstin e intelektualëve të rezistencës, të cilën përmes dijes dhe integritetit moral e kundërshtojnë padrejtinë e cila kundërshtohej nga tërë populli shqiptar. Në një aspekt tjetër, me rëndësi është veprimtaria e tij në fushën e përkthimit, veçanërisht në atë juridik. Kjo tregon jo vetëm përgatitjen e tij profesionale, por edhe angazhimin për të ardhur në ndihmë qytetarëve në situata konkrete, duke u shndruar në dije, në mjet shërbime ndaj shoqërisë, ndaj të afërme dhe ndaj të gjithë atyre të cilët kanë qenë me nevojë. Në përfundim, libri Hyrtecit paraqet një figurë që te kalon kufit e biografisë personale, duke u shndruar në simbol të qëndrueshmërisë, dijes dhe të përkushtimit kombëtar shqiptar. Përmes një rrëfimi të balancuar mes faktit dhe interpretimit, autorja Hyrteci arrin të ndërtojë një portret të plotë të një njeriu që edhe larg atdheut vazhdon të jetojë dhe veprojë në hapësirën e tij shpirtërore dhe kulturore shqiptare. Që në faqet e para krijohet bindja se kemi të bëjmë me një individ që ka shndruar përkushtimin ndaj arsimit dhe çështjes kombëtare në një burim të pashtershëm, veprime dhe sakrifice të tij. Por ky përkufizim vendos figurën e profesor Fetabatirit në një dimension të gjerë shoqëror dhe historik, duke e tejkaluar figurën e një biografie të thjeshtë, të zakonshme të një njeriu. Autorja e vetëdijshme për kurreshtin e lexuesit ndaj personazhit kryesor, si kryepersonazh profesor Fetabatirit, zgjedh një qasje interesante të narrativës. Ajo e ndërton hyrjen në formë rrëfimi me elemente të romanit,
edhe pse vepra në thelb është monografi. Kjo ndërthurje e zhanreve jep tekstin gjallëri dhe e afron lexuesin emocional me figurën e kryepersonazhit profesor Petabatirit. Në vend që të paraqes një hyrje të thotë biografike, ajo e zgjedh për mrekulli të fillon rrëfimin nga një prijetim personal. Takimi i saj i parë me protagonistin me 25 korrik të vitit 2016, gjatë përvorimit të veprave të mërgatës shqiptare në Suedi, nga shoqata e shkrimtarëve dhe shtetëve shqiptar, Papa Klementi XI Albani. Ky moment nuk është thjesht për autorin një detaj kronologjik, por një pikë kyçe që shërben si nxitës i gjithë rrëfimit të cilën e ka shkruar. Përmes këtij takimi, autorja vendos një raport të drejtë për drejtë me subjektin e saj, duke e bërë narrativen më autentike dhe më bindëse në librin. Mëtej, leximi i pjesëve përkasën nga libri thesar kombëtar, në faqet 279-294, shërben si një burim i rëndësishëm i njohje për të, duke u thelluar në perceptimin mbi figurën e kryepersonazhit profesor Petabatirit. Në këtë pikë, autorja arrin në një rrëfim të rëndësishëm interpretues. Madhështia e profesor Petabatirit nuk qëndron në zhurmën apo pretendimet, por në veprimin e heshur dhe të qëndrueshëm të kohës. Ky është një tipar që e dallon atë si figurë morale dhe intelektuale, duke u bërë model frymëzimi për të tjerët, sikurse ne që jemi në Mërga. Në vijim, autora nuk e anashkalon dimensionin e biografik të personazhit, por trajton atë me ndjeshmëri dhe thellësi, duke ndje përse afërmi me veprat e tij. Veçanërisht, domethënë se është përshkrimi vendlindjes së tij, fshati Lisic, komuna Mitrovices, dhe figurës së babait të tij Ramadanit. Ai paraqitet si një njeri i respektuar dhe bartës i kujtesës familjare, duke ruajtur me kënaqëri traditat dhe historinë e brezave. Kjo shtresë narrative nuk shërben vetëm si informacion biografik, por si një element që ndihmon në formësimin e identitetit të kryepersonazhit profesor Petabatirit. Hyrja e librit Zëri që kur nuk u shua, nuk është vetëm një prezantim i thjeshtë i figurës kryesore, por një strukturë e menduar mirë që kombinon rrëfimin personal, analizën dhe elementet letrare të cilat i ka përfshirë autorja. Përmes kësaj çështjeje, autorja me të drejtë jo vetëm që e informon, por edhe frymëzon lexuesin, duke e bërë figurën e protagonistit një model të qëndrueshmërisë, përkushtimit dhe integritetit njerëzor dhe shpirtëror shqiptar. Konkludojmë se nga pikpamja letrare, autorja Hyrte Jeci Murati ndërton një monografi që të kalon kufit e një rrëfimi të thjeshtë biografik, duke synuar dhe njëkohësisht duke arritur të krijojë një model frymëzues për lexuesin. Përmes një qasje të ndërthurur midis analizës dhe rrëfimit, ajo arrin të pasqyrojë në mënyrë të plotë jetën, krijimtarinë dhe vizionin e figurës së shquar adhetare profesor Petabatirit, si një dokumentim i jetës së tij, por si një udhërrëfyes me vlera edukative arsimore shqiptare. Urime Hyrte Jeci për librin, pandeshum respekt për juve. Urime kryepersonazh Petabatirit, pandeshum respekt. Faleminderit shumë Zotri Ibrahimi për kontributin dhe punën që bëni në vazhdimsi për neve. Jeni gjithmonë të mirë se ardhur në Ateun tuaj. Kur një profesor punon me dekada të tëra për Ateun dhe gjithë jetën ja kushton veprimtarisë së tij për Ateun, është shumë e rëndësishme që dikush të shkruaj për ty. E kush më mirë se Hyrte Jeci do të jetëson të gjitha këto veprimtari të profesor Petabatirit në një libër. Sigurisht është shumë emocion kur shkruan dikush për ty, kur ta një punën, veprimtarinë, e që kjo do të mbetë gjurmë në breza e në histori, do të njihet edhe nga pasardhësit tanë. Këtë emocion me neve do të ndaj tani vetë personazhi kryesor i këtij libri, profesor Petabatiri, Zëri që kur nuk u shua për atë. Profesor, e kemi për nder t'ju dëgjojmë. Ndoshta si keni vërejtur, zoni mu ka marrë krejt.
shek pjujt ftoft, edhe nuk po muj me folë. Nëse ja ku marru qefin grus time. Ajo tha shëqyq të ka marrë zoni se po flet shumë. Po, unë jam shumë i lumtur dhe i gëzuar që këtu i shoh kolegë, miq, dashamir, mos me prek heq, në rregull, faleminderit. Edhe njerëz të artit, kulturës, të shkencës, dekan në universiteti, deputet, ish deputet e tjerë, mos i përmeni me emër, e shoh edhe shpëtimtarin tim, këtë emën s'kam qare pa e përmeni Ismet Ferati, të gjithve u adi shumë për nder që keni ardhur sot dhe keni lënë kohën tuaj të lirë dhe keni ardhur për të marrë pjesë këtu. Unë s'po muj me lexue e thras qikën tjeme, Besmiren, ta lexoj këtë fjalë që kam përgatitur me shkrim. A mundesh? Të nderuar zonja dhe zotëri, e nderuar shkrimtare dhe gazetare Hyr Tejeci Murati. Të nderuar miq, bashkëpunëtor, familjar dhe dashamir të librit. Sot ndihem një emocion të veçantë që vështirë përshkruhet me fjalë. Për çdo njeri është moment i rrallë kur sheh jetën e vet, kujtimet, sfidat, sakrificat dhe idealet të shndrohen në një vepër letrare. Prandaj, dua ta falenderoj nga zemra autorin e këtij libri, Hyr Tejeci Murati, gazetarin e nderuar të RTK-s. Falenderoj për përkushtimin, punën, mundin, seriozitetin dhe ndjeshmërinë me të cilën e ka shkruar këtë roman. Unë jam i vetëdijshëm se të shkruash për jetën dhe veprimtarinë e dikujt tjetër dhe shkrimin ta më vesh me petko letraro artistik, kjo kërkon jo vetëm profesionalizëm, por edhe ndjeshmëri njerëzore e shpirtërore. Hyr Tejeci Murati ka arritur të sjellë jo vetëm gjërjet dhe kujtimet, por edhe emocionet, sakrificat dhe idealet që më kanë shoqëruar gjatë gjithë rrugtimit tim. Libri, zëri që kurrë nuk u shua, për mua nuk është vetëm një rrëfim personal. Ai është dhe mbetet një dëshmi kohe. Është rrëfim për jetën e një shqiptari që u rrit me dashurinë për atë dheun, me ndjenjen e përgjegjësinë ndaj kombit dhe me bindjen se liria dhe dinjiteti nuk turohen, por fitohen me punë, sakrificë dhe përkushtim. Në këtë roman pasqyrohet fëmijëria ime, rinia, rrugtimi im jetësor dhe veprimtaria ime ndër vite, por mbi të gjitha pasqyrohet një ideal që nuk u shua kurrë. Ideali për Kosovën dhe për çështjen kombëtare shqiptare. Në periudha të ndryshme të jetës, qofshin ato të lehta apo të vështira, jam përpjekur të jam pranë njerëzve të mi dhe pranë atë dheut tim, duke besuar se secili prej nesh duhet të jap kontributin aty ku mundet dhe aq sa mundet. Një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime ka qenë organizimi dhe bashkimi i shqiptarëve në Mërgat. Mërgata shqiptare ka qenë zemër e fortë e kombit tonë, sidomos në kohët e vështira për Kosovën. Në Mërgim kam parë se si shqiptarët, pavarësisht largësisë nga dheu, nuk e harruan kur gjuhën, flamurin dhe përgjegjësinë ndaj popullit të vet. Jam i lumtur që kam qenë pjesë e atij organizimi dhe atyre përpjekjeve të përbashkëta për të vënë gur në themelin e shtetit që quhet Republika e Kosovës. Po ashtu, letërsia dhe fjala e shkruar kanë qenë pjesë e pandarë e jetës sime. Gjithmonë kam besuar se fjala ka fuqi të madhe.
fuqi për të zgjuar ndërgjegje, për të ruajtur kujtesën dhe për të forcuar identitetin kombëtar. Prandaj ndihem i nderuar që sot një vepër letrare i kushtohet rrugtimit tim. Kur autorja shkruan me pasion për veprimtarinë time, unë e pranoj këtë jo si lavdrim personal, por si respekt për të gjitha përpjekjet, sakrificat dhe angazhimet që janë bërë ndër vite në shërbim të Kosovës dhe kombit shqiptar. Askush nuk mund të arrijë diçka të madhe i vetëm. Pas çdo rrugtimi qëndrojnë shumë njerëz, familja, miqt, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që ndajnë të njëjtin ideal. Sot dua t'i falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e jetës dhe rrugtimit tim. Falenderoj familjen time për mbështetjen dhe durimin, falenderoj miqt dhe bashkëveprimtarët me të cilët kemi ndarë bashkë sfida, sakrifica dhe momente krenarie. Falenderoj gjithashtu gjithë ata njerëz që më kanë besuar dhe më kanë qëndruar pranë ndër vite. Një falenderim i veçantë shkon për ju të gjithë që jeni këtu sot. Prania e juaj është nder dhe respekt jo vetëm për autoren, zonjën e nderuar Hyrë Tejeci Murati dhe për librin, po për vlerat që ai përcjell, por edhe për mua dhe për të gjithë protagonistët real që janë pjesë e këtij romani. Besoj se ky roman do të mbetet një dëshmi për kohën tonë dhe një mesazh për brezat e ri, që të mos harrojnë historinë, sakrificat, rënjët e tyre. Kombi ynë ka kaluar shumë sfida, por ka mbijetuar fal njerëzve që nuk e humbën kur besimin dhe dashurinë për atë dheun. Unë jam i vetëdijshëm se njeriu mund të lodhet, mund të përballet me vështirësi e padrejtësi. Po zëri i së vërtetës, i përkushtimit dhe i dashurisë për atë dheun dhe kombin nuk shuhet kurrë. Ndoshta pikrisht për këtë arsye ky roman mban titullin Zëri që kurrë nuk u shua. Fare fund, dua të theksoj edhe një herë, mua më ka bërë dhe më bën nder të jam shërptor i njeriut, i popullit tim, i atë dheut tim, i Kosovës. Faleminderit. E dashur Besmire, faleminderit shumë për paraqitjen dinjitoze të shkrimit që ka bërë babai juaj dhe shumë faleminderit për shqipen e bukur dhe të rrjedhshme. Ndoshta prej të pranishmeve në sallë që nuk ju kanë njohur më herët, sapo e kuptuam që jeni versioni më i daj dhe më i saktë i profesor Feta Batirit. Ne deri tash folëm për veprimtarinë e profesor Batirit, për sakrificat e tij, por erdhi radha ta përmendim që e gjitha kjo punë ndër dekada sigurisht që nuk do të mund të bëhej pa mbështetjen e pa rezervë të zonjës Farie. Sepse zonja ka punuar shumë me 5 fëmijët e saj, derisa profesori është marrë me çështjen e adheut, është vonuar në shtëpi, e shumë problematikat e tjera që kanë dalur gjatë kohës. Nëna tona janë shtyllë e artë e shtëpisë dhe familjes, ndaj le të shprehim mirënjohjen dhe nderin më të thellë për to. Faleminderit shumë zonja Farie. Botimin e këtij libri sigurisht e kemi pritur mirë të gjithë, në veçanti fëmijët e profesor Batirit. Zëri që kurrë nuk u shua dhe që nuk do të shuhet, që është jetësuar në këtë libër do vazhdoj të jehoj edhe me tutje. Vajza e madhe e profesorit, Besnikja, do të na thotë disa fjalë, do të shpreh mirënjohjen, emocionin dhe respektin që ka për librin dhe sigurisht për babain e saj. Mirë se vjen Besnike. Faleminderit shumë. Zonja dhe zotri, miq e dashamir, mysafir të nderuar, apo nina mirë. Faleminderit shumë që jeni mbledhur këtu sot në këtë porërim
të librit të zonjës Hyre të Jeci, libri që i kushtohet babait tim, profesor Feta Bahtirit. Zonja Hyre, familja jonë Bahtiri ju falenderon përzemërsisht për kontributin dhe për kushtimin tuaj në shkrimin e këtij librit për veprimtarinë e babait tim. Nuk është e lehtë të përfshihet të gjithë kontributi dhe veprimtaria e një jete në një vepër të vetme, por ju keni arritur me paraqit thelbin e tij me ngrohtësi, ndjeshmëri dhe respekt. Ju falenderit shumë për mundin dhe angazhimin tuaj, edhe pse ndoshta është e pamundur që gjithë kontributi i tij të përshkruhet në një libër të vetme, ju keni arritur të përshkruani dhe përfaqësoni esencën e tij në një mënyrë shumë të veçantë. Më pëlqen shumë stili yt, zonja Hyre. Është një stil që gjendet në kufirin ndërmjet dokumentimit gazeteresk, reflektimeve personale, ngjarjeve historike dhe tregimtari letrare, që i japin kësaj vepre karakteristikat e një romanit. Dhe ajo që përshkon tërë këtë libër është një ngrohtësi dhe ndjeshmëri në shkrimin tuaj. Si lexues të tërheqen këto karakteristika dhe bëjnë të dëshiroj të lexoj më shumë e më shumë. Të shkruash një portret të tillë nuk është gjë e lehtë. Kjo tregon për kushtimin, investimin, dedikimin dhe pasionin tënd. Sikur ta japësh një pjesë e vetes tënde që të përjetësohet në këtë vepër. Në punën tënde si gazetare dhe intelektuale shqiptare, ju keni përfaqësuar vlera të rëndësishme: historinë dhe identitetin e Kosovës, diasporën shqiptare, kulturën dhe arsimin, lirinë e shtypit dhe rolin e mediave në shoqëri. Dhe pikërisht këto vlera ishin edhe vlerat që udhëhoqën babin tim në rrugtimin e tij gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj e kuptoj plotësisht për kushtimin dhe motivimin tuaj për ta shkruar këtë libër. Njerëz si ju janë me të vërtet thesari kombit ton, sepse zërat e tillë me të vërtet kur nuk shuhen. Në fund, dëshiroj të lexoj disa fjalë nga hyrja e librit. Është një hyrje shumë tërheqëse, siç tha edhe Zoti Hysni, një hyrje shumë tërheqëse që të fton të vazhdosh leximin dhe që në fillim e vendos nivelin e lartë që e karakterizon tërë këtë vepër. Në historinë e shqiptarëve, ka personalitete që nuk matën vetëm me vite jetë, por me thellësinë e ndikimin e tyre mbi kulturën, arsimin dhe kombin. Profesor Feta Bahtiri është një ndër këta njerëz, një mësues, shkrimtar, përkthyes dhe humanist, i cili ka lënë gjurmë të paharrueshme në çdo hap të jetës së tij. Ai është nga Mitrovica. Një kohë të gjatë jetën e ka bërë në Suedi pas masave të dhëmshme të Serbisë në Kosovë në vitet 80 e 90. Por asnjëherë nuk ka qenë larg Kosovës në mendje dhe zemër. Faleminderit për vlerësimin. Personalitete me vlera të larta, njerëzore dhe profesionale dinë dhe mund t'i bëjnë këto vlerësime. Dhe ju të dytë e keni vendin në këtë kategori. Faleminderit shumë. Në këtë sallë të gjithë jemi dëshmitarë se ju jeni rritur dhe jeni edukuar në një frymë shumë kombëtare, e keni ruajtur origjinën, e keni ruajtur gjuhën dhe mbi të gjitha shkrimi që keni bërë ishte fantastik. Faleminderit shumë.
Pak më parë, profesor Batiri tha që është thjerrur pak zëri, po ndoshta ka qelluar bashkë sot është thjerrët zëri, sepse librat e të gjithë të tjerët po flasim shumë për ju. Profesor, ne në Has zakonisht urojmë rrofsh sa malet e pashtrikut. Urojmë kështu sepse malet e pashtrikut i kanë mbijetuar çdo lufte, çdo furtune, ashtu sikur edhe ju që i keni mbijetuar çdo furtune dhe do t'i mbijetoni gjithmonë. Qofsh jetë gjatë e shëndet plot. Sigurisht që dal nga dal po ja afrohemi edhe sebepit kryesor që na ka sjell këtu e që është autorja Hyrë Tejeci. Por para se të thrasim Hyren, do doja që dikush nga publiku nëse ka për të thënë diçka ose për të ndarë një kujtim me profesor Batirin, do ja japim fjalën nëse ka mundësi pagesë më shkurt që ta respektojmë kohën e gjithë secilit këtu. Po, patjetër, urdhëroni. Shaban Gashi. Mund të prezantohesh. Ju përshëndes gjithë dhe unë, dhe është kënaqësi e veçantë të marr pjesë për urimin e librit për profesor Feta Batirin. Unë librin se kum lexuar dhe nuk mund të flas për librin, mirë po mund të flas për zërin që s'u shua kurrë, që është këtu. Për Fetain mund të flas nga perspektiva ime, sepse tani 34-5 vite nuk e di sa u bën që qëndrojmë atje, kum pas rast që t'ihmi që nga fillimi me profesor Feta Batirin. Feta Batiri është një personalitet i kompletuar dhe vërmëtar jetësor që përfshin shumë fusha. Ai fushën e arsimit, i cili me përkushtim dhe vendosmëritë e tij ka arritur suksese gjithmonë. Fetai përpos që është gjuhëtar, inspikator dhe shkrimtar dhe autori shumë librave të ndryshme, poezive, eseve të ndryshme. Ai është dhe jurist i kompletuar dhe duke i komplementuar profesionet e veta, ishte dhe është gjithmonë i vlefshëm për komunitetin ku ka jetuar dhe ku jeton. Pas largimit nga vendlindja e tij dhe nga Kosova, valet e jetës e sollën në Suedinë e largët, që Fetahu nuk hezitoi asnjë moment dhe filloi prapë të merret me atë që është më e rëndësishme për ne, me gjuhën, me nxënësit shqiptar, me komunitetin që të del aty pranë që nga fillimi. Dhe pa ndërpre, ai punoi dhe punon edhe aktualisht është akoma në punën e tij të përditshme. Fetai ishte aktiv nga ditët e para të qëndrimit në Suedi. Ishte dhe është veprimtar i palodhur i çështjes kombëtare. Fetai është ndoshta përkthyesi i vetëm i legjitim nga organet e Suedisë dhe është i përkushtuar në aspektin profesional nga gjuha shqipe në suedeze dhe suedeze në shqipe, që është një ndihmë e madhe për ne komunitetin shqiptar dhe për palën suedeze. Unë kam pas fat që të nihim dhe të punoj në lidhje me arsimtarëve shqiptar me Naim Frashi në Suedis me profesor Feta Batirin nga vitin 92. Fetai është shembull më i mirë për ne të gjithë me gatën se si punohet, si kontribuohet dhe si duhet jem të paluhatshëm në ndihmë të atë dhe komunitetit ku jetojmë. Fetai ju urojmë jetë gjatë, shëndet dhe presim akoma libra prej tij dhe për ta. Jetë Somalet, profesor Feta Batiri. Faleminderit shumë. Nëse ka edhe dikush tjetër për të ndarë diçka, jemi të hapur. Atëherë po vazhdojmë rrjedhën e programit. E tham pak më parë që sebepi kryesor që na ka mbledhur neve sot këtu është autorja e këtij libri, zonja Hyrë Tejeci, e cila është gazetare shumë vjeçare dhe autore e disa librave të mëparshëm para këtij të fundit. Do ta veçoja edhe librin e parafundit Dielli i jetës, të cilën e ka shkruar për nanën, sepse nana gjithmonë është diell për secilin prej ne. Ndërsa tash ka bërë një punë vërtet kolosale duke e përmbledhur në një libër fushëveprimtarinë e profesor Batirit, gjë që nuk është e lehtë, por njerëzit e mëdhenj gjithmonë marrin barra të mëdha dhe i realizojnë ato, i dokumentojnë ato për të na lënë neve si dëshmi për të sotmen dhe për të ardhmen dhe për të mos harruar
veprimtaria e njerëzve si profesor Batiri dhe shumë njerëzve të tjerë. Zonja Hyr është qik e vargëmaleve të Pashtrikut, sigurisht që do të ketë trashëguar diçka nga pararësit tanë, nga Pjetër Bogdani, nga Palhasi, nga Anton Pashku e të tjerët. Zonja Hyr, e kemi shumë për derë që t'ju dëgjojmë edhe juve sot. Faleminderit, Liridona Sheho është qik hasjane dhe kjo, edhe unë jam stërmbes e Pjetër Bogdanit, po më duket Pjetër Bogdani bashkë e katuni ten është. Faleminderit shumë, të gjithëve sot që keni nda kohën tuaj të çmuar për festën e librit, për këtë libër që mban një figurë të madhe, në qendër është profesor Feta Batiri. Unë kam pas nder të bëj personazh kryesor këtë libër. Jam shumë falenderuese për secilin ju që keni nda kohën me nda pak minuta për me mësu pak nga historia e madhe e profesorit Feta Batiri. Unë gëzohem shumë që profesori ka shëndetin e plot dhe kam briun me bo librin derisa ta marr ky vetë, sepse ideja për ta shkruar këtë libër ka ardhur nga Naimi Burrem. Faleminderit Bet që je këto. Vllai Naimit është këto bashkë me nuse. Naina, faleminderit që kjo ardhur. Do t'ishte besoj me shumë kënaqësi këto edhe Mllaslani. Unë jam reja Mllasla Muratit, për ju që nuk e dini këto, Mitrovica se t'jeni shumica këto. Edhe kam pas nder me qenë pjesë e kësaj familje, por siç tha Liridona, më ka frymëzuar të shkruaj këtë libër një kritik që profesori Feta Batiri ka bërë për librin tim paraprak, libri për nanën, e kam këto ju që dëshironi me marrë keni mundësin. Është një libër që i kam bërë nanës time dhurat në 70 vjetorin e saj të lindjes, dhe në janarin e 2024-ës, profesor Feta Batirit ja kisha dërguar për vitin e ri një libër kartoline pa ta quajtur, dhe profesori Feta, si që unë ja pëlqej shumë saktësinë dhe shkrimin e tij me aq delikatesë, më kishte bërë një kritik për librin, e kishte botuar në Facebook dhe më pëlqeu shumë. Unë qëllova në Gjermani të shoku dhe e therëm në telefon me uru një tjetrit vitin e ri, edhe profesorit të i falenderu për kritike, Naimi i tha, profesor Hyra ka me shkru edhe për ty. Edhe unë po ja bëj me dorë kështu, qysh po i thu, thash ka me shkru edhe për ty, adin kështu me shaj që mos i thuj, se dia moj me mri me shkrune. Kur e mbëllëm telefonin, thash, qysh më rejthe profesorit, ka me shkru për ty, tha pse? Thash, po unë nuk gudzoj me shkru për profesor Feta Batirin, sa po gudzon. Sepse, më të vërtet është frikë e panik e përgjithësi me shkru për figura qendrore si Feta Batiri. Ju të gjithë e njefni më mirë, se unë jeni rritur me të, por historia e tij ka aq shumë përmbajtje, aq shumë për, nuk e dija u ndal ky fal, aq shumë përmbajtje ka në historinë e tij, aq shumë i ka dhënë profesori këtij vendi, sa nuk mjafton të shkruhet një libër ose një roman ose të bëhet një film për të, sepse janë dëshmi që tashmë janë publikuar edhe nga shumë autorë të tjerë, janë thënë e stërthënë edhe në takime të tjera, por gjithë ajo që kam ka bë përshtypje kur e kam lexuar për herë të parë biografinë e profesorit Feta në faqet 279 deri në 294 në librin Thesar Kombëtar të Mërgatës Shqiptare të publikuar nga Shoqata e Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptar Papa Klementi XI Albani, që është organi kryesor i kësaj shoqate. Ky libër ka një seri tashmë deri në numrin 13 apo 14. Po në numrin e 4 mund ta lexoni gjërëgjatë biografinë e profesorit Feta aty, dhe mua më ka rënë qeth ai tregim, ai rrëfim se si profesori Feta është larguar nga Kosova, rrethana se si është larguar, prandaj dua një duartrukitje të fortë për shpëtimtarin vërtet të profesorit Feta, zotin Ismet Ferati që është këtu. Zot Ferati, faleminderit. Kur e kam lexuar tregimin e zotit Ferati në atë biografi, ju betohem që kam qarë, dëshmi e kam Naimin aty dhe e kam pyet Naimin për secilin emër që përmendet në atë biografi dhe ai njefte shumicën, edhe dikur tha, ish bo gati mëngjesi, tha, hej shife orën sa është, ta leja ta emra se nesër i lexojmë.
Do me thanë, nuk ngalon pa e lexuar deri në fund gjithat histori, sepse vërtet është rënqes se mënyra qysh merr vendimin me u largu prej Kosovë, por krejt pesha e vëmendjes qysh profesori Feta përqendrohet në angazhimin e tij për Kosovën në Suedi është shumë breslënse, sepse nuk janë larguar njerëzit tanë veç për ekonomi, por ata janë larguar prej presionit e madh politik, siç ka qenë rasti i Feta Batirit, librin do ta lexoni, por jam munduar në këtë roman të ndërtoj tregimet e njerëzve bashkëpunëtorëve në formë të bisedave me ta. Për një moment jam bë pjesë e familjes Batiri, kam qenë atë katundin e tyre, se më pëlqen mu me thonë katund e jo fshat. E kam taku edhe nonën Sofie e zotin Ramadan, tuj bisedu me ta unë në skenat gjatë ndërtimit të romanit, sepse doja me ndërtu fjalit të shkurtra, e të thjeshta, e të atraktive, që ta lexoj edhe vajza ime Nara dhe fëmijë të tjerë që të edukohen përmes romaneve të tilla, të lexohen me një frymë në mënyrë që të mësojnë për historinë e njerëzve tonë, për popullin tonë, për gjithë atë çfarë kanë bërë, sepse ne duhet të themi atyre që historia nuk nis pasi të lindin ata, por ka nis që më herët. Kohëve të fundit po punoj në një emision për lashtësinë, në gjurmë të lashtësisë në RTK dhe po mësoj shumë për antropologjinë e ilirëve dhe dardanëve dhe ne duhet mësojmë se kush kemi qenë e çfarë duhet të jemi, dhe profesor Feta Batiri është njëri prej modeleve të cilin duhet ta mësojmë pak më shumë. Është thënë fare pak në këtë roman nga ajo çfarë atë shumë profesor Batiri ka thënë dhe ka bërë për Kosovën dhe për të gjithë ne. Unë falenderoj shumë profesor, edhe faleminderit shumë që më ke ndihmu e më kemi bashkëpunu për me zbërthy edhe detajet më të vogla për librin, sepse shumë fjalë në zonat lokale unë nuk i kam kuptu se si i thoni këtu. Unë jam Hasjana Ndje Goroshupit e zonës kufitare, është vështirë me i kuptu edhe lokalizmat, por në veçanti dua të falenderoj fëmijët tuaj profesor, të përgëzoj shumë për rritën dhe edukimin bashkë me zonën Farie që i keni dhënë fëmijëve. Besnika jeni model, më ke emocionu fort me fjalët tuaj. Besnik, faleminderit shumë për pritjen që më ke bërë dhe mënyrën qysh e ke pranuar fillimin e shkrimit të librit, jetë gjatë Aleas. Kur kom taku Besnikun, Alea halos ka pas lind. Unë do me thonë një vonon shumë për librin, por kam arrit mi përfshi emrin e saj në libër, sepse ka qenë shumë dilem nëse do ta ndërtoja apo jo. Edhe në takimin në Prishtinë, po du me nda edhe me ju, unë kam vesh një vajzë, edhe ajo do shumë aktorën Meryl Streep të viteve 60-70, njëra prej aktoreve që ka më shumë të nominime për çmimet Oscar në Hollywood. Edhe një ditë mëngjes derisa po shkonim në shkollë, më tha, "Nan, e kom pa ëndër Meryl Streepin." Thash edhe unë e kom pa ëndër Feta Batirin. Tha Në tha, po bënë hajgare të ja? Thash, nuk po bëj hajgare, por vërtet nuk ishte që kisha pa ëndër në Feta Batirin, por e kisha në ngarkesë, në ndërdije vazhdimisht që ta përfundoja librin sa më shpejt, sepse ishte shumë problem me përmbledh një libër të vogël për gjithat histori të madhe që ka lënë gjurmë në historinë tonë profesori Feta. Dua të falenderoj pashmangshëm profesor Adem Zënjullaun për punën dhe kontributin e çmuar që keni dhënë për këtë libër. Faleminderit profesor për gjithë kontributin. Faleminderit zotit Hysajn Ibrahimi për gjithë atë kritik përmbajtjesore. Faleminderit edhe dy recenzentëve tjerë, Ilir Zajmi që s'është këtu sot, por ka dërguar recenzenten e saj për botim, Gjavit Qitakut, profesorit Ymer Berbati, dona ime, faleminderit shumë. Të gjithë juve faleminderit edhe kënaqësi me nda këto momente bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë vetët e dashurat e profesor Petahut. Faleminderit shumë e dashur Hyr për fjalën dhe për punën që ke bërë. Ne të urojmë për librin Zëri që kur nuk kushtuar profesor Feta Batirit dhe urojmë që sa më shpejt të dalësh me projekte tjera, sepse veprimtaria e njerëzve të mëdhenj duhet të jetësohet në libra. Faleminderit shumë. Ne me siguri se do ta kishim kënaqësinë të zgjatnim edhe më shumë këto fjalë, këto kujtime të bukura, këtë libër që është
shumë i veçantë për figurën e profesor Batirit, por për të respektuar kohën e gjithë secilit prej jush, mund ta merrni nga një kopje të librave këtu dhe më pas do kalojmë te Kafeteria Friends, që për rastësi e ka emrin Shokët në shqip, ashtu siç jeni sot ju këtu. Faleminderit shumë për pranimin, për edukatën e treguar, për durimin dhe shpresoj të takohemi edhe në promovime tjera. Shëndet të gjithë. Nera e Lulzim Barutit. Jesë të sali shëqatës të sene.